Pse shqiptarët nuk dalin në protest? Anatomia e një heshtjeje të frikshme. Në një vend ku korrupsioni është bërë normë, ku padrejtësia është institucionalizuar dhe ku varfëria po shndërrohet në fat kolektiv, pyetja nuk është pse protestat dështojnë. Pyetja e vërtetë është: pse shqiptarët nuk dalin fare në protest? Sepse sot Shqipëria nuk vuan vetëm nga një pushtet i korruptuar. Vuan nga një shoqëri empir. Frika, arma më e fortë e pushtetit. Shqiptarët nuk janë të qetë. Janë të frikësuar. Frikë nga humbja e vendit të punës. Frikë nga hakmarrja administrative. Frikë nga patronazhistët, nga listat, nga telefonatat miqësore. Në Shqipëri shteti nuk është më garanti të drejtave, por mjet presioni. Kur buka, paga, ndihma sociale dhe një vend pune varet nga pushteti, protesta shndërrohet në luks. Varfëria si metodë sundimi. Një popull i varfër nuk proteston, mbieton. Kur je lodhur nga mbijetesa ditore, nuk ke energji për revolt. Kjo nuk është rastësi, është strategji. Në Shqipëri varfëria nuk është dështim i qeverisjes. Është instrument qeverisjeje. Sa më i varfër qytetari, aq më i bindur. Sa më i varur, aq më i heshtur. Normalizimi i vjedhjes. Kur gjithçka vidhet për ditë, vjedhja pushon së shokuari. Një tender më shumë, një afer më pak, janë të gjithë njësoj. Kjo fjali e famshme është helmi më i rrezikshëm politik, sepse kur të gjithë barazohen me të keqen, askush nuk dëshkohet. Dhe kur askush nuk dëshkohet, protesta shihet si e kot. Shkatërimi i besimit. Shqiptarët nuk dalin në protestë sepse nuk besojnë maskën. Jo partitë, jo liderët, jo institucionet, jo drejtësinë. Kur çdo protestë është përdorur, tratuar ose shuar nga pazaret politike, qytetari tërhiqet. Jo sepse është dakord me pushtetin, por sepse është i zgënjur deri në palc. Emigrimi, protesta e heshtur. Miliona shqiptarë nuk protestojnë sepse kanë zgjedhur formën më ekstreme të revoltës, largimin. Ikja është protesta që nuk dëgjohet, por që zbraz vendin. Çdo avion plot është një akt akuze ndaj këtij sistemi, por edhe një fitore për pushtetin, sepse një qytetar që ikën nuk proteston. Media si qetësues kolektiv. Një pjesë e madhe e mediave nuk informojnë, qetësojnë. Nuk nxisin reagim, normalizojnë skandalin. Nuk bëjnë pyetje, mbrojnë pushtetin. Një shoqëri e bombarduar me propagandë, spektakël dhe frikë, humbet refleksin e revoltës. E vërteta e hidhur. Shqiptarët nuk dalin në protest sepse janë mësuar të mendojnë se nuk ndryshon asgjë. Por kjo është gënjeshtra më e madhe që pushteti ka mbjell. Asgjë nuk ndryshon pikërisht sepse nuk protestohet. Thirrje për zgjim. Protesta nuk është dhuratë, është e drejtë. Nuk është luks, është detyrë qytetare. Nuk është destabilizim, është frymëmarrje demokracie. Nëse nuk del sot për padrejtësinë e tjetrit, nesër nuk do të ketë kusht të dalë për ty. Një popull që hesh përballë vjedhjes, varfërisë dhe poshtërimit, nuk është i mundur, është i dorëzuar. Dhe pushteti nuk ka frikë nga popujt e varfër. Ka frikë vetëm nga popujt që ngrihen.